Partia Demokratike e Vlorës vijon takimet me strukturat për analizën, por edhe procesin zgjedhor të rinovimit të strukturave dhe zgjedhjen e kryetarit të ri. Deputeti Bujar Leskaj së bashku me koordinatorin për mbikëqyrjen e analizës dhe procesin zgjedhor prandegës së Partisë Demokratike në Vlorë, Aurel Bylukbashi, u ndalën në njësinë administrative të Shushicës në Llakatund, ku u zhvilluan një takim me strukturat e Partisë Demokratike për këtë njësi administrative. Në takimin me strukturat e Partisë Demokratike të Vlorës për njësinë administrative Shushicë, ishin të pranishëm edhe antari i Këshillit Bashkiak, Atirt Hoxha, antari i kryesisë së Partisë Demokratike Lorenz Danaj, si dhe kryetari i grup seksionit Shushicë Luli Petani, i cili ishte edhe organizatori i këtij takimi me strukturat në njësinë administrative Shushicë. Diskutimet e problematikave ishin të shumta, me fokus analizën e zgjedhjeve të 11 majit, ecurinë e procesit zgjedhor, problematikat evidentuara gjatë fushatës dhe ditës së votimit, si dhe faktorët që ndikuan dhe afektuan në tërësi klimën zgjedhore. Gjatë diskutimeve, demokratët u ndalën në analizën mbi organizimin në terren, rolin e strukturave vendore, përfshirjen e antarësisë dhe mbështetësve, si dhe mbi sfidat me të cilat u përball procesi 11 maj 2025, përfshi presionet politike, përdorimin e burimeve shtetërore dhe çështjet që lidhen me administrimin e zgjedhjeve, thot ndër të tjera deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj. Leskaj shprehu mirënjohjen e tij për çdo demokrat të kësaj zone dhe i falenderoi për punën e deritanishme dhe mbështetjen që japin Partisë Demokratike. Në përfundim të fjalës së tij, deputeti i Partisë Demokratike Bujar Leskaj ritheksoi nevojën për forcimin e strukturave të Partisë Demokratike në njësinë administrative Shushicë, rritjen e bashkëpunimit me qytetarët dhe ndërtimin e një alternative të bazuar në transparencë, integritet dhe përfaqësim të interesave të komunitetit.